shumë lexues, po ka pas shumë pak botues. Megjithatë, me qenë se ka pas shumë pak botues, ne mbajmë mend do thotë vitet e 80-ta, 90-ta, vetëm rilindjet do të ka mujt me prodhu një libër, por jo do thotë literaturë tjetër në shqip. Kurse sot kemi me qindra, ndoshta edhe me mira shtëpi botuese, por kur më pak lexues. Ndoshta do thotë kjo e prodhon atë paradoksin me pa do thotë se si ka mundësi aq shumë do thotë prodhues, aq shumë do thotë krijon vepra letrore, e aq pak lexohet, kurse në të kaluarën shumë pak të krijohet dhe shumë do thotë të lexohet. Ndoshta do thotë ka qenë rrethonat për shkak se pra gjuha do thotë edhe kultura jonë edhe identiteti jonë kanë qenë pra thembra në cilën thotë është godit e kaluara jonë dhe do thotë duke qenë se gjuha dhe kultura janë godit nga sistemi do thotë e para do thotë komunist në Shqipëri, e dyta do thotë nga sistemi jugosllav këtu në Kosovë, andaj do thotë duke qenë se gjuha ka qenë e rrezikuar, prandaj do thotë edhe kemi lexuar shumë që ta mbajmë gjallë në formën qoftë institucionale, qoftë do thotë edhe jo institucionale.